Mëngjesin e sotëm shqiptarët udhëtron ditën nga lajmi i trisht. Ndarja nga jeta në moshën 40 vjeçare e këngëtarit të mirënjohur Shpat Kasapi. Ai ndroi jetë pas një ataku kardiak gjatë qëndrimit në Itali. Por kush ishte Shpat Kasapi, që mbërtheu zemrat e miliona shqiptarëve anë mban me hitet e tij të pavdekshme? Shpat Kasapi u lind më 1 maj 1985 në Tetov të Maqedonisë së Veriut. Ai u rrit në një familje me traditë muzikore, që i dha shtysën për të nisur karrierën në fillim të viteve 2000. Shpat Kasapi u bë një nga figurat më të njohura të skenës shqiptare, duke sjellë hite si Amodo, Valle Kosovare, Dashni Palimit apo Aroma e saj. Performancat energjike, meloditë e lehta dhe stili i tij karakteristik e bën një idhull për shumë breza. Shpat Kasapi ka marrë pjesë në festivale të rëndësishme dhe ka bashkëpunuar me emra të njohur të industrisë muzikore, duke ruajtur popularitetin për vite me radhë. Shpat Kasapi ishte i martuar dhe la pas një fëmijë 4 vjeçar. Humbja e tij lë një boshllëk të madh në muzikën pop shqiptare dhe në zemrat e fansave të tij që ishin të panumërt.